Në vitin 1991, deti mes Shqipërisë dhe Italisë u bë rruga e ikjes për mira shqiptar. Sot, 35 vjet më vonë, të njëjtin det po e përshkojnë në drejtim të kundërt fëmijët e atyre që u larguan, jo për t'i shpëtuar Shqipërisë, por për t'u kthyer pranë saj. Nga brindisi drejt Vlorës, diaspora shqiptare në Itali bashkë me kolektivin Mesdhe dhe Global Sumut Flotilja u organizua në mbështetje të revolucionit Flamingo dhe kundërshtimin ndaj projekteve që po tjetërsojnë Bregdetin shqiptar. Këtë muaj ishte 35 vjetorja Njez Vlora, që hapi rrugën të mërgimit shqiptar dhe hapi rrugën edhe të një lloj denoncimi ndaj një tranzicioni që nuk po mbaronte kurrë. Pas 35 vite shqiptarët të morën situatën në dorë dhe shpërtheu revolucioni Flamingo. Në këtë udhëtim drejt Vlorës janë bashkuar njerëz me histori të ndryshme dhe përvoja të hidhura nga e kaluara, pasi mes tyre janë edhe ata që e kanë përjetuar eksodin në familje. Unë jam vajza e personit që faktikisht e hapi eksodin. Ai punonte në Porto, në të kohë ishte marsi 91 me fjalë dhe e mbaj mend sikur me që ndje, edhe ne si diaspor kemi një trauma që na ka ndodhur. Unë isha e madhe për me mbajt mend, edhe atë ditë që gjë e çuditshme sepse babi erdhi mputhi para që shkonte në punë. Babi nuk u kthy atë ditë. Babi u arratis, mori motoskafin e parë që gjeti, e çlirun siç ishte me 4 shok tjerë dhe hikën morën detin. Për këtë brez udhëtimi në drejtim të kundërt nga brigjet për te Adriatikut drejt Shqipërisë, tashmë është udhëtim më shpresdhënës. Po prindërit e mi kanë emigruar në Gomone në 98-ën, babi ka bërë një herë vetëm në 95-ën, pastaj erdhi prapë me mamin, u nisën nga Vlora në Gomone, një të ardhme më të mirë në Itali, sepse Italia ishte ajo Amerika si na i tregoshin ato që kishin me rëguar para prindrëve. Nga ëndrat mia më të mëdhaja ishte të arria të bëja Vlorën në të kundërt. Edhe doshim të nisim me diasporën që të shifshim si diaspora niset çdo verë, çfarë do me thonë ky udhëtimi në të kundërtën, sepse nuk është më udhëtim i dëshpëruesëm, është udhëtim me shumë shpresë në të ardhmen. We took initiative to come here today because we have been called by the Albanian diaspora, because we understand, me as a Palestinian, I understand very well that the struggle, the Albanian revolution, the Flamingo revolution is struggling. Kjo iniciativë nuk lidhet vetëm me kujtimin e 35 vjetorit të Anies Vlora, por për shqiptarët e diasporës që janë pjesë e këtij udhëtimi, kthimi në Shqipëri lidhet me revolucionin Flamingo dhe protestat që po zhvillohen atë dhe i kanë frymzuar prej rreth 3 muajsh. Dhe zemra ka madh, do të thënë se kam parë revolucionin nga larg dhe kisha shumë dëshirë për me marr pjesë ke ky revolucion. Është një revolucion fantastik. Gjithë shtetet jashtë nga Shqipëria janë duke marrë shembull. Edhe ne sot këtu jemi për me marrë shembull. Se kemi parë këtë revolucion nga larg, po ky revolucion i ka gjithë rregullat për me qenë revolucion fantastik. Për me ndryshuar gjithë gjërat që nuk shkojnë në Shqipëri. Ngjarja që shënoi nisjen e revolucionit Flamingo ndodhi më 30 maj, kur një protestues u mor zvarr në Zvërnec, aty ku parashikohet ndërtimi i një resorti luksos. Ngjarja hapi debatin për privatizimin e hapësirave publike dhe modelin e turizmit elitar që po zhvillohet në Bregdetin shqiptar. Nuk kemi nevojë për një turizëm luksoz, sepse kemi parë modelin e turizmit luksoz. Është një turizëm ekstraktiv, do me thënë që vetëm merr të mirat edhe lekët do i shkojnë po xharet kushnërit, nuk do i vinë shqiptarëve. Shqiptarët do kenë vetëm puna të varfëra. Shqiptarët i duan për me pastru, i duan për me servis, edhe çfarë janë? Puna që pagohen jashtëzakonisht pak, që do harrish 12 orë punë, vetëm që të harrish në fund muajit, me zor do harrish në fundin e muajit, edhe s'do kesh as kohë që të menosh as për protestën, as për demokracinë, as për të drejtat e tuaja, sepse do jesh kaq i zënë edhe kaq i angazhuar me këto puna që vlejnë pak apo stafat vlejnë pak, sa që nuk do harrish dot, as që të menosh në përparimin tat në shkallën sociale. Pas konferencës për shtyp ku shprehen mbështetjen për revolucionin Flamingo, aktivistët u nisën drejt protestës në sheshin e Flamurit në Vlorë, ku qytetarët protestojnë pothuajse çdo të premte në kuadër të revolucionit. Aty mbajtën fjalime, diskutuan me qytetarët dhe marshuan nëpër qytet. Të nesërmen, më 22 gusht, u nisën drejt Zvërnecit, ku zhvilluan një aksion simbolik me flamurin shqiptar, atë palestinez dhe flamingot, dhe më pas hapën edhe një banderol që përshkruante historinë e shqiptarëve të larguar ndër vite, por që sot të frymëzuar nga revolucioni, por i kthehen për një Shqipëri të re. Shqipëri e re! Shqipëri e re!
Mbrëmja i gjeti aktivistët e diasporës në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku ju bashkuan protestuesve të revolucionit Flamingo në ditën e 84 dhe shprehën mbështetjen e tyre. Vizita u mbyll me tension, pasi në fund të protestës, një pjesë e protestuesve nuk i lejuan 2 prej aktivistëve të diasporës të mbanin fjalimin e tyre në mikrofonin e protestës. Pavarësisht mbështetjes që kishin shprehur për revolucionin Flamingo, ata nuk mundën ta përcjellnin mesazhin e tyre.